Falënderimi takon Allahu xhalleshanuhu, krijuesit të gjithësisë, paqja dhe mëshira e tij qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Falenderojmë Allahun e madhëruar, i cili na ka dalluar nga krijesat e tjera duke na adhuruar mendjen dhe logjikën. Falenderojmë Allahun e madhëruar, i cili na ka dalluar nga njerëzit e tjerë duke na adhuruar Islamin. Falenderojmë krijuesin e gjithësisë, i cili na ka dalluar nga ata të cilët i thonë vetes jam musliman me gojë, por jeta e tyre s'ka të bëjë me Islamin, duke na bërë nga ata të cilët atë që besojnë me zemër e deklarojnë me gojë dhe lutim atë të na bëjnë për atyre të cilët e derdhin në vepra. Falenderojmë Allahun e madhëruar, i cili na ka vendosur emrin në listën e sejdëbërësve sot në këtë ditë të veçantë. Në këtë ditë të xumah, të cilën Allahu i madhëruar në Kur'anin famlart e veçon me një thirrje, ku thot Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah. O ju të cilët keni besuar, o ju të cilët jeni të bindur se nuk ka zot tjetër përveç Allahut të madhëruar, o ju të cilët jeni të bindur se nuk meriton të adhurohet askush tjetër përveç tij, o ju të cilët jeni të bindur se çdo gjë që ndodh vetëm se me caktimin e tij dhe asgjë s'ndodh pa dëshirën e tij. O ju të cilët jeni të bindur se rrezikun që ka caktuar Zoti i gjithësisë për ju nuk ja prek dot askush, siç edhe ju nuk mund t'ja prekni tjetër kujt. O ju të cilët jeni të bindur se çdo gjë që bëjmë në këtë botë, ajo vepër qoftë edhe sa kokra e grurit, në ditën e gjykimit do të japim llogari. Kur të bëhet thirrja për ditën e xumah, lini punët e kësaj dynja dhe vraponi për të përmendur Allahun e madhëruar. Vraponi për të kërkuar falje atij. Vraponi për të kërkuar atij të mira për këtë botë dhe në botën tjetër. Vraponi për të kërkuar udhëzim për veten tuaj, familjet tuaja dhe njerëzit që u rrethojnë. Vraponi për të kërkuar atij që t'ju zgjidhin hallet, sepse ai është zgjidhësi i çdo halli. Vëllezër dhe motra, Allahu i madhëruar këtë botë e ka krijuar për ne njerëzit. Dhe neve na ka krijuar që të madhërojmë atë, ta njohim atë e të jetojmë sipas rregullave që ka vënë ai. Që në ditën e parë kur Allahu i madhëruar ka krijuar njeriu, e ka krijuar me rregulla të qarta. E ka krijuar me gjini të caktuar, e ka krijuar për të formuar familje e për të vazhduar brezat një pas një. Ademi a.s., njeriu i parë dhe i dërguari i parë i Allahut të madhëruar, u martua me Havan. Allahu qoftë i kënaqur prej saj. Pra ishin një burrë dhe një grua. Allahu i madhëruar në Kur'anin famlart na thot: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha." Dhe prej argumenteve të cilët Allahu i madhëruar ka dërguar tek ju është se nga ju, pra nga vetja juaj, ju ka krijuar bashkëshorte që të qetësoheni me ta. Pra të martohet një burrë dhe një grua dhe të kenë qetësi me njëri tjetrin, të përballojnë hallet e kësaj bote me njëri tjetrin, të diskutojnë hallet e kësaj bote me njëri tjetrin, por të diskutojnë edhe ahiretin. Pra një familje e shëndosh. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma, dhe ka krijuar mes tyre dashuri dhe mëshirë. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, pikrisht në këtë fjalë Allahu i madhëruar thot ka argument për ata të cilët mendjen e vënë në punë. Për ata të cilët mendjen e pastër e vënë në punë për të kuptuar se kush është familja, sa e rëndësishme është familja dhe ku mund të shkojmë me familjen e ku mund të përfundojmë duke sulmuar familjen. Me shekuj, me mira vite me radhë, kjo luftë ka ekzistuar. Allahu i madhëruar ka dërguar pejgamberët e tij për të treguar njerëzve të cilët me kalimin e kohës çthureshin, e humbisnin në rrugën e vërtet, për t'ju kujtuar atyre se Allahu i madhëruar këtë njeri nuk e ka dërguar kot në këtë tokë. Nuk është një krijesë që të shëtis pa rregulla, të jetoj pa asnjë kriter, por e ka krijuar këtë krijesë dhe i ka dhënë mendjen për të logjikuar dhe zemrën për të peshuar, në mënyrë që të di çfarë është e mira dhe çfarë është e keqja.
Një ndër dhuntit më të mëdha që i ka dhënë këtij njeriu është pikërisht familja. Dhe ne falenderojmë Allahun e Madhëruar, i cili na ka bërë prej atyre të cilët e din ç'është familja, ja din rëndësinë e saj, vlerën e saj dhe obligimet që kemi ne ndaj asaj për ta mbrojtur atë. Nuk është hera e parë që e sulmojnë këtë institucion kaq të rëndësishëm. Sepse nëse dalim në fjalët e popullit, pema që ka fruta gjuhet në gur. Familja është ajo që jep fruta. Familja është ajo që jep vazhdimsinë e brezave të tërë. Por familja, ajo që ne i themi si fetarisht familje, si tradicionalisht si shqiptar familje. Ne nuk e njohim as në traditën tonë të shqiptarëve bashkëjetesën pakuror. Se bashkëjetesën tjetër nuk dua ta përmend brenda të njëjtës gjini. Apo si thot një studim, mos gaboj, i BBC-s apo i CNN-it, që në botë numërohen rreth 72 apo 75 gjini. Tani, nëse mendojmë pak që këtë projekt ligjin e famshëm që po na sjellin në përkam prej muajsh, mendoni pak të kemi një popull as 1,5 milion që kemi ngel në Shqipëri të ketë 70 gjini? Zoti na ruajt, jemi vendi i mrekullive. Vëllezër dhe motra, Allahu i Madhëruar në Kur'anin famlar në një ajet tjetër thot: Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allahu i Madhëruar shtëpitë tuaja, familjet tuaja i bëri vend prehje, vend qetësimi, që të qetësoheni. Pra, gjithë ditën punoni, gjithë ditën jeni të përballur me hallet e kësaj dynja, me angazhimet për të mbajtur familjen, dhe shtëpinë thot e ka krijuar në atë mënyrë që të qetësoheni. Të mendojmë pak tani një familje e cila beson Zotin e gjithësisë, burri vjen i lodhur në shtëpi dhe gruaja e pret duke i thënë Eselamu alejkum. Mirë se erdhe, e buzëqeshur. Fëmijët po ashtu. Ajo e falenderon Zotin që ka një burr që angazhohet tërë ditën me halal, me djersën e tij për të mbajtur familjen, ndërsa burri falenderon Allahun e Madhëruar që ka një bashkëshorte të tillë që dhuntin që i ka dhënë Allahu i Madhëruar di ta vlerësoj. Ne kur pim kafe me një shok që na merr malli dhe na shkon muhabeti dhe qetësohemi. Jo më pastaj me që e ka krijuar Allahu i Madhëruar dhe na thot në Kur'an që është vend qetësimi. Nëse ne këtë tjetërsojmë, nëse ne këtë shkatërrojmë, vallë, ku do shkoj, ku do përfundoj ky popull? Prandaj, të dashur musliman, mbrojtja e natyrës njerëzore është obligimi joni. Allahu i Madhëruar na e ka ngarkuar mbi kurrizin ton për ta mbrojtur këtë, me të gjitha mundësitë që kemi. Brezat që janë përkushtuar vlerave kombëtare dhe fetare të këtij vendi, që tashmë ata kanë ndërruar jetë, ata të cilët kanë qenë në rrugën e duhur, në besimin e Zotit, Allahu i mëshiroft, i falë dhe në xhenetet më të larta i gradoft. Ata të gjithë kanë lënë jetën e tyre duke kontribuar për të ardhmen e këtij vendi. E nëse ne sot heshtim ndaj një padrejtësie që duan t'i bëjnë këtij vendi, atëherë i bie që po tradhtojmë të parët tanë. Po tradhtojmë Allahun e Madhëruar. Allahu neve na ka sjellur si faktor në këtë vend. Nuk jemi të ardhur, jemi vendali dhe e kemi për obligim që t'i dalim për Zot këtij vendi.
A i kemi dalë gabim deri tani? A kemi bërë gabime? Pa tjetër, plot gabime kemi bërë. Plot gabime kemi bërë. Vazhdojmë të bëjmë gabime. Unë do doja që si që angazhohen në ato fushatat e zgjedhjeve për këtë botë, të angazhoheshim edhe ne për këtë fushat që është zgjedhje për këtë botë, por edhe për botën tjetër. Nuk është të thënë të dalim dhe të bëjmë zhurmë, por ne duhet të flasim me argumentet ashtu siç duhet, që t'i bijë në veshin e pastër atyre të cilët me apo pa dëshirën tonë i kemi zgjedhur dhe sot na përfaqësojnë në atë vend ku kemi frikë të hapim televizorin dhe të shohim çfarë po bëhet në atë vend. Vëllezër dhe motra, Allahu i madhëruar siç ka krijuar familjen, pra burrin, gruan dhe fëmijët, ashtu ka krijuar edhe familje tjetër. Kush është kjo familje tjetër? Ka krijuar familjen e ummetit të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Si thot Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwa, fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allahu i madhëruar thot me të vërtetë muslimanët janë vëllezër. Pra besimtarët janë vëllezër. Ata të cilët e dinë se kush është Zoti, ata të cilët e dinë kush është pejgamberi, ata të cilët e dinë çfarë do të thotë të zbatosh Kur'anin dhe Sunetin. Ata të cilët e kanë lexuar Kur'anin me veshin e pastër të njeriu që i ka krijuar Allahu i madhëruar, e jo me atë veshin shurdh që thot Allahu në Kur'an. Ata kanë vesh por nuk dëgjojnë, ata kanë sy por nuk shohin, dhe zemrat e tyre janë të sëmura. Jo me atë vesh, jo me atë sy, jo me atë zemër, por me pastërti për të kuptuar në të vërtetë se krijuesi çfarë ka thënë për këtë krijesë. Dhe pse është kaq e vlefshme kjo krijesë. Nëse ne nuk do të zbatojmë urdhrat e Allahut të madhëruar, vallë kjo krijesë do të ketë vlerë? E thot Allahu i madhëruar në Kur'an. Thot ata janë si kafsha edhe më poshtë se kafsha. Pikërisht ata të cilët nuk zbatojnë ligjet e Allahut të madhëruar. Dhe ne jemi të bindur, vëllezër dhe motra, se Allahu i madhëruar çdo ligj që ka dërguar e ka dërguar për të mirën e njerëzimit. E ka dërguar për të mirën e kësaj botë, në mënyrë që të shkojë çdo në mënyrë që të shkojë çdo gjë në rregull ashtu siç duhet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, besimtarët në dashurinë e tyre për njëri tjetrin, në dëmshurinë për njëri tjetrin, janë si një trup i vetëm. Organet e tjera të cilët kur preken nga një dhimbje apo sëmundje e ndjejnë. Pra, nëse na dhem një organ i trupit ton, i gjithë trupi e ndjen këtë dhimbje. Ashtu do të jenë edhe muslimanët. Në momentin që njëri nga ne, brenda xhamatit ton këtu apo edhe më gjerë, ata të cilët janë të rregullt në 5 vaktet, apo ata të cilët vinë për xhuma, apo ata të cilët vinë vetëm për bajram, por edhe ata të cilët dëshmojnë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedit alayhi salatu wasalam e njohin si pejgamber, por neglizhenca e tyre apo angazhimi i tyre i tepërt me këtë dynja, me punët e kësaj dynja, nuk i lejon që të vinë në xhami apo të falen në shtëpinë e tyre. Janë vëllezërit tan, janë motrat tona, duhet të shqetësohemi edhe për ata. Pejgamberi alayhi salatu wassalam është shqetësuar për kafshët, për shpendët, për bimët, për çdo gjë që ka krijuar Allahu i madhëruar është shqetësuar. Edhe ne duhet të shqetësohemi. Pra ne nuk jemi vetëm një familje, bab, nën, fëmijë, por ne jemi edhe një familje e madhe e cila quhet ummet. E brenda këtij ummetit, vëllezër dhe motra, kemi një organ që po na dhem shumë, por ne flem gjumë. Kemi një organ i cili quhet gaza. Tani flitet për një armë pushim, por vrasjet vazhdojnë ditë për ditë. Kemi një vend tjetër që quhet Sudan.
Na kanë tërhequr vërejtjen, na kanë orientuar vetëm në një vend. Që më të vërtet aty po bëhet gjenocid, po bëhet shkatrim, po bëhet shfarosje, por nuk duhet të harrojmë se në çdo vend të botës ka zullum. Në Sudan po i bëjnë që të hapin varret vet, të futen brenda në varr për së gjalli, edhe vëllajt të tij e detyrojnë që ta mbulojnë vëllain e vet për së gjalli. Ujgurët të njëjtën gjë kanë vuajtur, vazhdojnë ta vuajnë. Muslimanët indian, po të njëjtën gjë. Në çdo vend ku ka luftë ka shkatrim. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me muslimanët. Kemi dhe një familje tjetër, vëllezër dhe motra, të cilën Allahu i madhëruar këtë familje na ka treguar në Kur'anin famlar ku thotë: Ja eyyuhan nas, o njerëz, inna khalaqnakum min dhakari wa untha. Ne ju kemi krijuar juve nga një mashkull dhe një femër. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, dhe ju kemi krijuar juve në raca në fise që të njihni me njëri tjetrin. Na ka krijuar Allahu i madhëruar shqiptar. Jemi një familje. Jo se na ka dhënë vlerë më shumë se kombet e tjera, apo fiset e tjera, apo racat e tjera. Por, neve na ka dalluar, siç thot në Kur'an. Dhe duhet i dalim për Zot njëri tjetrit, ta mbrojmë njëri tjetrin. Është pikërisht momenti për të mbrojtur këtë familje që po kërkon të shkatërrojë ky projekt ligj famkeq. Prandaj duhet jemi të vëmendshëm. Sepse pak na heqin mendjen nga aktualiteti i përditshëm, na vendosin një reklam në ekran, ne duke parë reklamen nga krahu tjetër bëhet shkatërimi. Vëllezër dhe motra, psikologët musliman na tërheqin vëmendjen për diçka. Na thonë kohëve të fundit po bëhet një lloj lufte psikologjike që ne kemi filluar ta pranojmë dhe t'i dalim për Zot. Kush është kjo luftë? Po na bëjnë luftën psikologjike të flamurit. Flamuri ati, flamuri i këtij, flamuri jon, flamuri kujt e di unë, dhe po na vendosin një flamur të madh. Në momentin kur ne shohim atë flamurin që valvitet atje, themi çdo gjë është në rregull, por çdo gjë që është në atë flamur është e shkatëruar. Pra po na thrasin dhe po na orientojnë për një patriotizëm falso, në mënyrë që të shkatërrojnë atë të cilën na e kanë lënë të parët tanë. Prandaj, të mos mashtrohemi çfarë na tregojnë ekranet. Të mos mashtrohemi nga ato fjalimet me fjalë të bukura, të cilat na bëjnë për këtë zhvillim, për atë zhvillim, do të fluturojmë këtu apo do të notojmë atje. Ne s'kemi nevojë as të fluturojmë dhe as të notojmë. Ne kemi nevojë të jetojmë si njerëz. Dhe ajo që është dhe më dhimbshme është se po na thon Shqipëria nuk bëhet me shqiptar, duhet ta boshatisim këtë që të sjellim tjerët. Dhe ne e kemi pranuar këtë. Si me padashje po e kemi pranuar, tikim na këtu se nuk bëhet. Dhe vjen tjetri dhe thot bëhet. Kur e bën ai pastaj thua pse bëhet? Bëhet, vetëm se ne nuk duam ta bëjmë. Ne duam vetëm të flasim, ne duam vetëm të shohim interesin ton, e pastaj të tjerat nuk na interesojnë. Vëllezër të nderuar dhe motra shumë të nderuara, pa e zgjatur shumë, dua të prek pak pikërisht këtë projekt ligj, të cilin ka disa kohë që po na e sjellin vërdall dhe lutim Allahun e madhëruar që asnjëherë mos bëhet realitet. Projekt ligji për barazinë gjinore dhe problematikat e dëmshme të tij që sjell nga ana ligjore, por edhe nga ana tradicionale e jona. Argumenti thelbësor i këtij raporti të përmbledhur është se projekt ligji në pretekstin e modernizimit të legjislacionit për barazinë gjinore dhe harmonizimit prezanton koncepte të reja juridikisht të paqarta. Identiteti gjinor. Shprehja e identitetit gjinor dhe përkatësia e shumëfisht apo edhe zgjerimi i
përkufizimit të identitetit gjinor. Vëllezër dhe motra, këto koncepte zhvendosin në mënyrë thelbësore subjektin e ligjit nga kategoritë objektive dhe biologjike të mashkullit dhe të femrës në identitete subjektive dhe të vetë përcaktuara. Ky ndryshim radikal jo vetëm që krijon një pasiguri të thellë juridike, por gjithashtu keq interpreton detyrimet ligjore që rrjedhin nga kuadri i cituar më lart dhe rrezikon të minojë vetë mbrojtjen që synon të forcojë, veçanërisht atë të grave. Po i hidhja sot një sy, vëllezër dhe motra, për të shuajtur kurreshtjen time, ato 28 organizata të cilat këtë projekt ligj e kanë hedhur për ta këshilluar dhe për ta votuar. Nga 28 organizata, më duket se 19 apo 20 prej tyre ishin organizata të cilat në thojza mbronin të drejtat e grave. Një 5 organizata i kishte një person i vetëm, 3 tjera i kishte një person tjetër, një 3-4 të tjera ishin me personat e huaj që s'kishin të bëjnë me Shqipërinë. Kanë hedhur një projekt ligj të tillë dhe tani me çdo kusht kërkojnë që këtë ta bëjnë të mirëqenë dhe të votohet. Thot Allahu i madhëruar në Kuranin famlar, ka ndonjë nga njerëzit që fjala e tij të mahnit, pra kur flet, të argumenton nga ana e logjikës së tij e sëmur, të hipnotizon dhe ta mbush mendjen që kjo është kështu si thot ky. Por vetëm në këtë botë dhe për atë thot që ka në zemrën e tij e paraqet Allahun si dëshmues. Pra ai të flet bukur, me fjalë të bukura, ta mbush mendjen dhe Allahun e qet si dëshmues që unë po kërkoj të vërtetën. Dhe në realitet, thot Allahu i madhëruar, ai është kundërshtari më i rreptë i Zotit dhe i njerëzimit. E posa kthehet ai në tokë, pra tek njerëzit e tij, atje ku e rrethojnë, vepron dhe vrapon me të shpejt për të bërë shkatërrime në tokë, të asgjësoj të mbjellat dhe gjallësat. Një prej mënyrave për të asgjësuar gjallësen më të ndershme që ka krijuar Allahu i madhëruar njeriu është pikërisht ky lloj projekt ligjit. Ushtarët e shejtanit nuk kanë heshtur asnjëherë. Nuk do të heshtin asnjëherë deri në ditën e gjykimit. Po përpiqen të shkatërrojnë natyrën e njeriu dhe të shfarosin brezat e tërë. Ky është një rrezik i madh që po çon botën drejt katastrofës. Propaganda e këtyre organizatave, me në krye organizatat pro LGBT, që po financohen tashmë nga gjithë bota e errët. Lajmet tregojnë se sipas statistikave, homoseksualiteti është rritur me një mesatare prej 40% në nivel global në vitet e fundit. Ndërsa në të njëjtën kohë normat e miratimit për homoseksualitetin janë shumë të larta në vendet perëndimore. Pra është një reklam, është një lloj sëmundje që po kërkojnë ta përhapin me çdo kusht. Ata që përpiqen ta legjitimitojnë këtë perversitet, në përgjithësi përdorin shkencën. Ata pretendojnë se orientimi homoseksual është i lindur ose madje rrjedh nga gjenetika. Asnjëra nga këto nuk është e vërtetë, nuk ka të dhëna shkencore që mbështesin homoseksualitetin si një fenomen biologjik. Pra ata vetë luajnë me fjalët e tyre për ta mashtruar se gjoja, ata mbështeten në shkencë. Po shkenca e tyre, vëllezër dhe motra, është ajo lloj shkence që kërkoi të klonizojë njeriu. Ajo shkencë e tyre është ajo shkenca e cila klonizoi delën dhe nuk e arritën. E shumë të tjera. Ajo shkenca e fliqur e tyre, edhe këtu do të fliqet. Se Allahu është fitimtar gjithmonë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, gjëja që kam më shumë frikë për ummetin tim është krimi i kryer nga populli i Lutit.
Na ka paralajmëruar pejgamberi alayhis salatu wasalam që me këtë lloj sëmundje, me këtë lloj krimi, me këtë lloj shkatërrimi do të sprovohet ummeti im dhe ja kam frikën.